ku jemi ne? Ne kemi arrit në një stat, në një moment të pa imagjinueshëm. Këta që qeverisin sot shqiptarët, ju garantoj se këta janë apo sillen si pushtuesit më të egër që shqiptarët kanë njohur ndonjëherë. Mund të ishte një pushtues këtu, po të përmbyteshin 6.000 familje, do bënte plan në emergjencës dhe tek secili do bënte një ndihmë. Asnjë, as emergjencë nuk e shpalli, sepse ligji i emergjencës është i domosdoshëm që qeveria të marrë fonde dhe t'ja u jap të dëmtuarve. Pa ligjin e emergjencës qeveria nuk vepron dot. Por kushtetuta ka përcaktuar rregullin. Qeveria shpall, a nuk ishte ligj, a nuk ishte fatkeqësi natyrore përmbytja 6.000 familjeve këtu? Zona juaj, zonat përreth, i gjithë Durrësi, si kur ndonjëherë. Po këta sillen si pushtues. Këta kanë krijuar një grup, një klasë të degeneruarish. Njerëz si Shushunja që vjedhin nga mjezit darkë dhe që nuk pyesin për qytetarët më. A keni pa njeriu të vendoset para ligjit për pompat e vjedhura, për motorët e vjedhur, për kanalet e zëra, për ndërtimet mbi kanalin? Asnjëri. Të shkojmë në tutje. Ra tërmeti këtu. Pamje shumë të rënda. Si sot kujtoj një vilë të bukur, 3 katesh. Pronarët e saj ishin në Greqi. Kishin punuar në Greqi. Kishin marrë projektin dhe ndërtuar këtu. Vila u shem sikur t'ishte Vil Tallashi. Dhe ai thoshte, unë thoshte, kam me atë beton, do më thënë, ishte hedhur beton dhe të gjitha një lloj si ndërtimeve që bëjnë Greqi. Po problemi është se betoni i gjushit është beton Tallashi, betoni i mafjes. Unë shem vila sikur t'ishte prej kartoni. Dhe e qartë fare që betoni s'ishte beton. A ndëgjuat ju që si përmarrë si betonit të përgjigjet? Asnjë. Po pse?